Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë. Ju e dini që Kryeministri Kurti kishte ftuar në takim kryetarët e PDK-s dhe të LDK-s dhe pas zhvillimeve të fundit në LDK ishte kryetari i LDK-s zoti Abdi Gjiku që njoftoi që ka pezulluar takimet, ndërkohë që dje pas rikonfirmimit të zgjedhjes së tij si, domethënë gjithsesi vazhdimit të punës së tij si kryetari i LDK-s, ai deklaroi që ka marrë edhe autorizimin nga kuvendi që të vazhdojë me bisedimet me kryeministrin Kurti. Ne natyrisht se mirëpresim këtë vendim të kuvendit edhe presim që të vazhdojnë diskutimet edhe dakordimi, sepse vendi ka nevojë që sa më parë të vazhdoj puna në të gjitha institucionet me mandat dhe kompetenca të plota. Tani kjo është çështje që do të vendoset në mes të edhe kryetarit të lëvizjesve të ndosje edhe të kryetarit të LDK-s. Unë besoj që në afatin më shkurt të mundshëm do të vazhdojnë diskutimet në mënyrë që të vazhdojnë punën. Këto janë çështje që do të diskutohen në forumet e partisë, nuk ka ndonjë qëndrim deri më tani për pozita. E rëndësishme është që të vazhdoj puna, të konstituohet kuvendi, ndërkohë që secili nga deputetët e zgjedhur unë besoj që do ta kryejë me përgjegjësi punën. Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije edhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdi Gjiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje. Deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishmja është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston, natyrisht do të gjendet edhe zgjidhja. A do delegohet zotë Akim Batieri që të kërkojë vota sërish në LDK-s për herën e kaluar që kërkonte? Besoj që kryeministri Kurti do të vazhdoj punën e tij me kompetenca dhe përgjegjësi, sikurse e ka bërë, pres natyrisht që edhe subjekte tjera politike të bëjnë të njëjtin gjë, të jenë në nivel të përgjegjësive të tyre, ndërkohë që pres që secili deputet që ka fituar besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata në kuvend, të jetë në kuadër të përgjegjësisë së vet dhe të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes së presidentit apo presidentes me votën për, kundër apo me abstenim, sepse qytetarët na kanë besuar që t'i përfaqësojmë ata dhe të jemi pjesë e vendimarrjes. Kështu që natyrisht pres edhe prej të gjitha mediave që të vazhdoni të përcjellni këtë ngjarje me përgjegjësi dhe seriozitet. Ju e dini që kryeministri Kurti ka dërguar ftesë për takim edhe kryetarit të Aleancës, ndërkohë që në atë kohë ka pas një qëndrim nga Aleanca se nuk janë të gatshëm të takohen. Tashmë qenë se po afrohet dita e konstituimit të kuvendit, unë pres që të reflektojnë edhe natyrisht të marrin pjesë në takime, po përtej kësaj edhe të bëjnë pjesë e procesit të përzgjedhjes së presidentit apo presidentes. Tani e dim që jemi në një momentum të ri, i takon kryetarit të LDK-s, i cili ka marrë mandatin prej kuvendit, që të zhvilloj diskutimet me kryeministrin Kurti, ndërkohë që unë besoj që do të kemi parasysh secili prej nesh, edhe besimin, gjithsesi përgjegjësinë që na e kanë dhënë qytetarët me votimin e tyre, secili prej nesh përfaqësojmë një peshë politike e cila është rezultat i qëndrimit gjithsesi vullnetit të qytetarëve dhe këtë duhet ta respektojmë në plotëni secili prej nesh, qoftë si subjekte politike, qoftë si individ. Faleminderit shumë gjithëve.